Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku një ëmbëlsirë shumë të dashur për të gjithë shqiptarët, shumë të shijshme dhe përgatitet shumë lehtë. Unë mendoja se ishte e vështirë ta bëja atë ëmbëlsirë, por më besoni, do e shihni sa pak përbërës dhe me një teknik shumë të thjeshtë do arrini ta bëni perfekte. Sot do të bëjmë sheqerparë në formën e luleve. Por, para se të fillojmë nga puna, nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoni për çdo recetë re. Këto janë vajzat e mia. Shpejt fillojmë nga puna. Si fillim na duhen 10 verdha vezës dhe dua t'ju tregoj se recetën e kam marrë nga një mikesh në Instagram. Linkun e faqes së saj do e lë këtu dhe nëse keni qejf mund ta ndiqni. Edhe ajo ka receta shumë interesante në Instagram e saj. Gjithashtu mua më pëlqen shumë të flasim dhe të komunikojmë bashkë me komente, ndaj dua t'ju pyes nga cili vend i botës, Shqipërisë apo trojeve shqiptare po e ndiqni këtë video. Ju përshëndes dhe ju falenderoj me zemër për çdo koment pozitiv, për çdo like, çdo pëlqim dhe çdo share apo shpërndarje me miqtë tuaj të videove të mia. Tek vezët do të shtojmë edhe 500 gram gjalp, i cili duhet të jetë në temperaturë ambienti. Ndihmën e rrasit elektrik do të trajmë gjalpin bashkë me vezët derisa të na krijohet një masë homogjene. E punojmë gjalpin edhe për shumë pak me një lugë druri, vetëm për t'i dhënë trajtën uniforme. Dhe tani do të vazhdojmë me shtimin e miellit. Me ngadalë, duke punuar edhe me lugën e drurit, duke e situr, do të shtojmë 500 deri 600 gram miell derisa na mblidhet brumi. Tani do fillojmë ta shtojmë, ta punojmë brumin me duar dhe ndërkohë mielin do e shtojmë gradualisht duke punuar brumin me dorë dhe duke shtuar mielin. Unë si fillim kam peshuar 500 gram dhe pastaj nëse do na duhet do të shtoj edhe 100 gram tjetër, por si fillim po e punoj vetëm me 500 gram e mielit. Kjo varion edhe nga temperatura në ambienti, se nëse është shtohet, gjalpi nuk lëshohet shumë, edhe merr më pak miell. Vazhdojmë të punojmë derisa të na formohet një brum kompakt dhe homogjen. Këta sant mirë, por edhe nëse nuk i keni, do përshtateni sipas vendit që doni. Më shumë gjasa, unë nuk do i shtoj më një tjetër, sepse tani e shtoj dhe gjalpi im nuk është se ishte lëshuar shumë. Po ju tregoj dhe si ka dalë brumi, është brumi butë, elastik, sigurisht që nuk është ngjitës në duar, sepse ka yndyrën e gjalpit që nuk e lë të ngjisë. Unë mund t'i kem shtuar edhe 3 apo 4 lugë gjelle miell nga 500 gram, pra 500 gram plus 3-4 lugë gjelle, gjithmonë mbajt intervali 500 deri 600 gram. Tani do e mbështjellim me qese kuzhine dhe do e kalojmë në frigorifer për 10 minuta. Brumi e ka bërë kohën e pushimit në frigorifer, pra duan vetëm 10 minuta, vazhdon të mbetet i butë dhe për ta patur më të lehtë për ta punuar, unë po e ndaj në 2 pjesë. Pra, e ndajmë brumin në 2 pjesë. Dhe me ndihmën e një ovarie do fillojmë të hapi. Do krijojmë një shtresë që është shumë të hollë, por as shumë të trash.
Dhe hapim edhe shumë pak. Me ndihmën e një prerëse rrethore apo edhe me ndihmën e një gote do vazhdojmë duke prerë format rrethore për të formuar lulet. Dhe do shihni sa lehtë është formohen lulet dhe sa të bukura bëhen. Vazhdojmë e presim kështu. Dhe pastaj copëzat e mbetura të brumit ribashkohen, hapen petë dhe do vazhdojmë kështu duke formuar lulet. I kemi prerë të gjithë rrathët për të formuar sheqerparën lule. Heqim pjesën e tepërt nga brumi. Edhe këtë do e mbështjellim dhe punojmë përsëri për të formuar rrathë të tjerë. Dhe tani shikoni sa e lehtë është për të formuar lulet e sheqerparës. Marrim rreth, e bashkojmë kështu në 2 pjesë dhe e palosim kështu. Në 4 pjesë e mbështesim shumë pak këtu. Pjesë të tepsisë, unë do e shkrua edhe masën e tepsisë, do vazhdojmë të vendosim 4 nga këto lule që ne kemi formuar. 2 kemi bërë. Pra ta bësh sheqerparën në formën e luleve nuk është e vështirë, madje është shumë e lehtë. Dhe do vazhdojmë kështu me gjithë pjesët e tjera nga brumi. Kemi mbushur një pjesë të tepsisë, tani vazhdojmë e punojmë të pjesën e brumit që na doli nga cepa dhe do hapim përsëri për të vënë përsëri formën. Dhe tani jemi në fund fare, sheqerparën e kemi gati. Unë kam edhe 3 të fundit që kam prerë. Dhe do e vendosim për të pjekur. Do e bëjmë në 150 gradë Celsius për 2 orë. Do na duhen 500 gram sheqer, si fillim po hedh vetëm një pjesë të sheqerit për ta karamelizuar, sepse tani do të bëjmë shërbetin dhe mua më pëlqen aroma e sheqerit të karamelizuar në shërbet dhe përveç kësaj edhe do jap ngjyrë të artë sheqerparës. Bëjmë pjesën tjetër të sheqerit, që unë e kisha sheqer kap, sepse më mbaruar, po mund të përdorni edhe sheqer të bardhë. Shtuar një fet limon dhe do e lëmë në vlim për rreth 15 apo 20 minuta. Sheqerparja vazhdon të piqet dhe shikoni pak si janë bërë, sepse ka shkrirë komplet gjalpi dhe pjekja vazhdon. Dhe sheqerparja jonë është pjekur, unë sapo e kam hequr nga furra, do e lëmë që të ftohet pak, rreth 5 minuta, shikoni sa të zhduken këto bulzat e gjalpit dhe do i hedhim shërbetin të ngrohtë. Shërbetin ja kam kaluar këtu. Dhe tani e kemi gati. Ju bëf të mirë nëse e provoni dhe festa të gëzuara. Kjo pra ishte dhe sheqerparja në formën e lulës, një mënyrë shumë e thjeshtë, shpejtë, recetë e saktë për ta gatuar. Ju bëf të mirë nëse e provoni dhe festa të gëzuara.